Po jo, Esat Pashtoptani ishte ero, ose më saktë, Esat Pashtoptani ishte patriot apo tradhtar? Jo. Është një figurë e çuditshme, domethënë nuk përcaktohet dot me fjalë kaq të rëndësishme. E bukur kjo. Përpjekjet për ta reabilituar si shikon? Shikoj shumë përpjekje, shumë gjëra në Shqipëri që më manisin. Ndërkohë sa merrem me Esat Pashtoptanin, e mira është të reabilitojmë ca njerëz luftës së dytë botërore, të cilët i kemi hedhur në kosh. Për shembull, po le ta fillojmë nga Mita Frashë. Po i solli është, te Dinamo duhet t'i japim këtë merit. Po, nuk e fusin në shkollë dhe vazhdojmë mendojmë që ai është ballist. Sa keq kjo. Dhe flasim për një nga intelektualet më të rrallë, sikur vetëm për Greqinë, vetëm për çështjet e shqiptarëve të Greqisë, vetëm për çamërinë. Nëse në vitet 20 ai nuk do ndërhynte, ashtu siç ndërhyri një ambasador tek pull, pa administrat me vete. Dhe personalisht ka bërë atë shëtitje të madhe, që ke një roman të Miramexit vetëm për këtë gjë. Një ambasador tek pull arriti të kthej kancelarit më të mëdha të botës. Me mend çfarë mendje brillante. Dhe nëse ai nuk do ta kishte bërë këtë, kuptohet, pati mbështetjen e Ahmet Zogut, se nuk e themi dot se pati më vonë edhe të Fanolit e kështu me radhë. Nëse nuk do të arrinte ai ta bënte këtë, çamëria nuk do ekzistonte si etnitet gjeografik dhe shumë drejt, shumë saktë. Dhe mbi gjitha si tokë shqiptare. Ai ka shpëtuar një pjesë madhe të kombit, siç nëse nuk do kishte ndodhur rrethimi i Shkodrës, Shqipëria nuk do ekzistonte. Foto tjetër se do të diskutojmë për çamërinë, foto tjetër nga kryeministat, do doja një shkurtimisht, Keli, cilën nga kryeministat, mund të jetë dy, këta janë 33, që ti do ta veçoje për kontributin për shtetin shqiptar? Kjo është pyetje jashtëzakonisht shumë e vështirë. Domethënë që unë të heq veçantë njërin prej tyre. Por po bëj oportunistin dhe po të them Ismail Qemali. Ai është babai themelues ishte. Dhe do të bëj reaksionarin dhe do të them regjencën e luftës së dytë botërore. Regjencën? Po, do të jetë duke thënë që Shefqet Vëllasi, Mustafa Kruja, Qerim Libohova, Malik Bushati, Recep Mitrovica, Fikiri Dime, Ibrahim Buçaku? Këta? Në përshtuan, këta bashkëpunuan. Ky është gjithë problemi. Jo, Keli, që bashkëpunuan, Ata tani kanë bërë një gjë, çfarë ishte Shqipëria mbas kapitullimit të Italisë fashiste. Shqipëria kishte humbur pavarësinë, ne ishim pjesë e perandorisë italiane, dhe regjenca shqiptare rishpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ringriti institucionet ato që ishin, shpalli jo bashkëpunimin me fashizmin, por pozicionin ton neutral gjatë luftës së dytë botërore, ku gjermanët kanë blerë dhe majën e gjilpërës me Napoleona Flori, sepse u konsideruan kalimtarë. Me Gjerman ndryshonte. Dhe është e njëjta qeveri me cilën ne krenohemi në segmente të caktuara. Për ebre. Që nuk dorëzoi asnjë ebre, nuk pranoi të jepte asnjë listë, dhe është kjo qeveri që kur dolën pas luftës së dytë botërore me guvernatorin e bankës Dimitër Pasko, ne ishim vendi më i pasur se u kishin marrë florint gjermanëve. Dhe në atë kohë Dimitër Pasko ne hoqën nga Banka e Shqipërisë sepse nuk pranoi ta njësonte monedhën shqiptare me dinarin Jugoslav, vepër të cilën e bëri Enver Hoxha dhe gjithë pasuria që ne krijuam gjatë luftës së botërore shkoi atje. Por këta janë të rëndësishëm sepse rishpallën pavarësinë. Ti vlerëson qeverit gjatë luftës së dytë botërore apo rezistencën? Patjetër që vlerësoj rezistencën. Por te rezistenca duhet, prandaj thash që duhet korrigjojmë ca figura. Jo vetëm rezistencën e partizanëve, por duhet vlerësojmë minimumi Abbas Kupi. Pa diskutim. Se në qoftë se ka pas njëri që ka luftu, ka qenë Abbas Kupi. Pa diskutim. Dhe pas një urdhër nga një informacion ushtarak apo qeveritar. Foto tjetër. Kjo është gazeta Dielli, edhe mua më bën përshtypje sepse lajmet në Amerikë
Edhe diçitura e kësaj fotot, ata janë disa çam. Piktura më sipër thot, për njeri me pak imagjinans ka nevojë për fjalë të tjera. Piktura flet për një milion fjalë, thot. Milion fjalë. Shikojmë personat që figurojnë në këtë pikturë. Hith një sy nga njëra anë të tjetra dhe menjëherë do të kuptosh se mjerimet, vojtit, mizorit janë të shtypura në surratin e tyre. Këta viktima të ndjekur nga shtëpitë e tyre nga çamoria prej barbarizmës greke sot janë vendosur në një kamp në Elbasan. E të tjera, domethënë misioni UNRWA. Keli, ti ke një histori, ti dhe familja jote, parasit e familjes tuaj nga Filati. I ndrit shpirti vllait tënd Sajmiri, se sa herë që binte fjala për Greqinë dhe shpesh na tregonte historira me Filati që ne shumë pak e dinim, shumë pak e njihnim dhe pak a shumë iluminimin e më të mirë se që ka marrë nga Sajmiri për çamërinë dhe Filatin nuk e ka marrë nga askush. Kam një pyetje kështu që nuk dua të përsërisim çfarë është thënë për çamërinë. Kosova u arrit dhe ka një pyetje të jashtëzakonshme Shaban Murati. Ore, u arrit, u zgjidh çështja kombëtare shqiptare thot me pavarësimin e Kosovës? Jo, çamëria është aty. Tani, çfarë parashikimi jep ti si një nga, po themu, çamët më të iluminuar që jeton në kohët e sotme? Jo, kjo historia e jonë dhe e parashikimeve është se shumë shpesh na duket vetë sikur jemi shumë afër dhe tani sot për shembull përjetojmë një situatë gjeopolitike kaq të komplikuar sa ti e kupton shumë mirë se sa larg je realizimit të çështjes çame. Pyetja kryesore është si realizohet çështja çame. Kosova ka pas një karakteristikë tjetër, domethënë dhe pavarësimi i Kosovës, krijimi i shtetit Kosovës, që për mua duhet përfundoj patjetër me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, ka qenë një nga gëzimet më të mëdha të çamëve. Por madje në kufijtë e lumturisë. Domethënë, por çështja çame, kështu siç kanë ardhur punët, nuk mund të trajtohet si Kosova. Pra ne duhet marrim patjetër, mbi gjitha duhet marrim një falje publike nga Greqia. Nga Greqia. Pra, duhet që shteti grek duhet ta pranojë që ka bërë genocid. E dyta, ne duhet të marrim të drejtën e vajtjes dhe mos të rikthimit pronës, se për ta ndoshta është e komplikuar, të drejtën e blerjes pronës. Pra duhet fillojmë të kemi një marrëdhënie njerëzore me ato, por duhet patjetër që pronat tona të kthehen dhe nuk është e vështirë të kthehen, sepse me aq sa e kam vizituar unë Filatin, shtëpitë tona janë atje, janë gërmalla. Nuk i kanë ngarë çamtë të tjerë shtëpitë e neve që na përzon. Domethënë ti po të shkosh se Filati nuk është më një qytet i lavdishëm, tashmë është një katund. Por po të shkosh atje ishe një gërmallë dhe një shtëpi të ngritur. Ajo shtëpia e ngritur është shtëpia ortodokse. Kjo shtëpia e gërmallë është shtëpia muslimane. Pra, nuk ka qenë Filati e ndar lagje muslimane, lagje. Po ka qenë përzierë. Ka qenë përzierë sepse nuk kanë pas probleme të natyrës religjioze, nuk ka pas në çamëri. Pra duhet na japin të drejtën e varreve dhe të drejtën e kthimit të pronave, ose të paktën të fillojmë të japim e të marrim në anën financiare. Dhe pas kësaj të drejtën e zgjedhjes ku do jetojmë. Nana ime ndoshta do me vdek atje, domethënë. Unë ndoshta jo. Sepse jam tani qytetar i tjetër jetë. Kam, por duhet na japin drejtën e të jetuarit.